lagje? Problem këtu është merë. Mas pari falenderoj te dhejqin, që ka gjithë kohë me ardhë, me na vizitu, me po çfarë të merë është. As ka ujë, as që 20 vjetë herë vjen, herë s'vjen, tash kohëve të fundit që 1 vjetë s'ka hiq. Që 1 vjet nuk ka Që 1 vjetë s'ka. Vjen naj pik, natën, naj pika vjen 10 litra s'vin. Hiq s'ka ujë, këto të merë. Ku më nuk, kom qeli bënar 50 metra që ti poshtë s'ka ujë, që ka me bo. Cilat kanë qenë premtime? Premtimet, doshta që shkoj re, premtimet, kur ka pas nevoj sekretari i Mitrovicës, Faton Peci, vjen këtu, flet, ja bëj këto, ja bëj ato, ka me marru rezervuarin e ujë qatje, rike, diku një rezervuar të madh, kena me bo këto me njëherë, na i kena dhoni ku me marru ujtë, për lushte me marru, nga lushta, me pru këtu me romet lira, atër këshëm pas ujë bëllë, po s'dojnë me bo. Në konë të pumpa që atje i kanë villa, që kanë bo me të i kanë shit, nuk e di që kanë bo. Kryesore na ujë s'kem, lëpt, qërë 20 lëp janë aty, s'ka ujë. Qërë cisterni a këtë, nuk qëndrojë, se s'po kem as ku me mush, s'ka ujë. S'ka. O një marrë për Gjermanie me investuë, me fermen e lëpve, me rrit vjeta, të pulav, për vezë, me qka? Do të mi këthi mjetet tapet për Gjermani. S'ka. Do të kjo ardhi pa isëm edhe... Pa isëm, me pare, me kret, me investu këtë. S'ka ujë, s'ka. Shkojmë e vizitojmë bonarin, e këqijëm s'ka ujë. Do të merë. Cili ka qenë problemi, do të thotë ti thema përpara nuk ka pas ujë. Mua ma cekët që ka ndërhyrë dhe gurthysi, është faji gurthysi që është ndalë tash komplet rrjedhja e ujit. Jo, në mas pare kësha ftu, Faton Pecin, del para lula flet, e nuk vjen me folë para problemi ka këti. Ku e më banorët, që se vazhdojnë që shtu dhe 1 vjetë, na do të me dhe lëqu këtu. S'mujer në pa ujë, ku më lë. Po, këta vllaznia. A mundeni me ardhe dhe ju paka shumë me na tregu ardhë se do të thotë ofër vetit i kam 4 banor të kësaj lagje.